Shkodra është vërë pjesë e aktiviteteve ndërkombëtare të organizuare në kuadër të Javës së Kuzhinës Turke, një event që solli së bashku gatimin tradicional, artin dhe kulturën turke në një atmosferë festive. Në këtë aktivitet morën pjesë ambasadori i Republikës së Turqisë në Tiranë, përfaqësues të politikës në Shqipëri e Turqi, si dhe figura të ndryshme e qytetare. Këtë vit tema e Javës së Kuzhinës Turke është përcaktuar trashëgiminë në një sofër. Në kulturën tonë, sofra nuk është vetëm një vend ku hahet ushqimi, ajo është një hapësirë takimi ku jetojnë solidariteti, miqësia dhe kujtimi. Ushqimi nuk është për të ngopur barkun, por për të ngopur edhe zemrën. Sofrat e festave, ushqimet e dasmave, kazanet e Ashurës dhe bisedat rreth hallës janë pasqyrime të shpirtit të solidaritetit në shoqërinë tonë, të shprehura në një sofër. Nënvizoj diçka dhe të them që Shkodra është një qytet shumë i bukur, shumë i veçantë, qysh nga hyrja dhe deri në përfundimin e saj, mua më ka lënë mbresa. Ky event synoi të forcojë urat kulturore mes Shqipërisë dhe Turqisë, duke promovuar traditat, artin dhe gastronominë turke përmes një eksperience të veçantë kulturore në qytetin e Shkodrës. Aktiviteti u zhvillua në bashkëpunim mes Institutit Yunus Emre, Gjimnazit Profesional Hamdi Bushati dhe nën kujdesin e Ambasadës së Republikës së Turqisë në Tiranë.